dhimbje malli si mua, atë ka mungu, pra tekste ripërsërit se tekstet dhe muzika dhe melodia, pra futen në një rrymë, shikojnë që okay, kjo kënga u pëlqye, ta bëj dhe një, i hecin, po bëhesh e mërzitshme, të paktën për mua si dëgjuese, më vjen një moment, okay, prapë njëjta këngë, njëjta melodi, më ka ndodhur edhe me Butrin Timerin, pata një periudhë që kishte të njëjtën melodi, nuk e kuptoj pse, se Dafina është shkruese shumë e mirë, pra bën këngë shumë të bukura, po pse ripërsërit veten? Nuk mendoj që Dafina është në momentin e saj më të mirë artistik. Ndoshta ajo është në momentin e saj më të mirë, ndoshta ajo artistik se ne më mësojmë atë Dafinën e zjarrt, por tani është bërë një nën, pra është një martesë. Numrat janë okay, po a janë këngët në nivelin e Dafinës, pra ato këngët që ne publikoheshin dikur që ne i dëgjojmë akoma me mall sot e kësaj dite? Ndoshta e di çfarë ka ndodhur, ndoshta ajo ka zënë rehat me faktin që po ecin këngët. Pra, ndoshta një artist, kur dështon, kur e shef që nuk po ecën diçka, ndoshta aty e ushtron më shumë penën dhe mundohet më shumë.